Mbrëmja muzikore në titullin Endje mes kujtimesh ishte aktiviteti i mbajtur në teatrin Andon Zako Çajupi në kuadër të ditëve të traditës frankofone në Korçë, që vinte në edicionin e 26, duke sjellë një atmosferë të veçantë që lidh kulturën franceze me qytetin e artit. E pranishme ishte edhe ambasadorja e Francës, e cila u shpreh emocionuar për ruajtjen e kësaj tradite të bukur. Korça është vërtet tradicionalisht frankofone, pasi marrëdhëniet e Francës me Korçën datojnë prej më shumë se një shekulli. Ne duam që ta përshëndesim këtë traditë, sidomos të theksojmë sa e fortë ishte Jehona e viteve 20, dhe kjo ishte edhe tematika e kësaj mbrëmje. Këtë dimension të së shkuarës ne duam ta kalojmë edhe në të ardhmen, dhe çfarë më preku ishte se teatri ishte plot dhe artistët ishin të mrekullueshëm. Çdo ditë në fakt ne punojmë për të rigjallëruar këtë lidhje mes Francës dhe Korçës. Kjo mbrëmje i dhuroi publikut tingujt e muzikës me aromë franceze në një interpretim emocionues nga artistët e qytetit dhe jo vetëm. U realizua një ëndërtimja. Pse e them ëndër? Kam patur bekimin të jetoj me 2 ish liceistë të liceut francez, ashtu si shumë të tjerë të këtij qyteti, të cilët na kanë transmetuar një kulturë që unë e shikoj dhe në të rinj të sot. Publiku korçar është në publikët që unë veçoj në veçanti dhe të jep gjithmonë atë ngrohtësinë, të bën të ndihesh gjithmonë në shtëpi dhe ngrohtë dhe bukur dhe emocionet tona përcillen shumë mirë tek ata. Aktiviteti që ndërthuri bukur kulturën franceze me atë shqiptare për të përcjellë vlera e për të pasuruar jetën kulturore të qytetit, u ndoq me mjaft interes nga dhjetra ardashës korçar.